Studime të shumta kanë konfirmuar se mëngjesi është me të vërtet një vakt i rëndësishëm. Njerëzit që janë mësuar të hanë në mëngjes kanë më shumë gjasa të jenë në formë të shkëlqyer fizike, truri i tyre funksionon më mirë në mëngjes, që do të thotë se ata janë më produktiv dhe të kënaqur me reflektimin e tyre në pasqyrë. Mëngjesi ka një efekt të dobishëm në pamjen, mirëqenien, performancën dhe shëndetin e përgjithshëm të një personi. Këto janë 3 ushqimet më të mira të mëngjesit: vezë, përfitimet e vezëve rrjedhin nga përbërja e tyre e pasur, ato përmbajnë kolinë, lecitin, acide yndyrore dhe shumë proteina. Ka shumë mënyra për të përgatitur vezët, kështu që të gjithë mund të gjejnë atë që i përshtatet më shumë. Gjëja më e rëndësishme për të mbajtur mend është se vezët për mëngjes duhet të kombinohen me karbohidrate komplekse dhe fibra, për shembull, me kokra të gatuara, ara ose avokado. Avokado fal yndyrave të shëndetshme dhe vitaminës E. Avokadot janë një zgjedhje e shkëlqyer për mëngjes. Ai gjithashtu përmban antioksidant dhe kalium. Gjysma e një avokadoje është më se e mjaftueshme për një vakt. Meli qullmeli është jashtëzakonisht i shijshëm, megjithse shumë e nënvlerësojnë këtë kokër ose e ngatërojnë me gruri. Meli është i pasur me mikroelemente të rëndësishme për trupin ton dhe gjithashtu përmban shumë fibra. 3 ushqimet më të shëndetshme për mëngjes do t'ju mbajnë me energji gjatë gjithë ditës. Nëse dëshiron të nisësh ditën plot energji dhe fokus, zgjedhja e duhur e mëngjesit është thelbësore. Ja 3 ushqimet më të mira që do t'ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur, aktiv dhe të përqendruar gjatë gjithë ditës. 1. Tërshëra me faraqia dhe mjalt plot me fibra dhe proteina ndihmon në tretje dhe mban sheqerin në gjak të qëndrueshëm, jep energji të qëndrueshme gjatë ditës. 2. Vezë të ziera ose omlet me perime, burim i shkëlqyer i proteinave dhe yndyrave të shëndetshme, përmirëson përqendrimin dhe forcon muskujt, ju mban të ngopur për një kohë të gjatë. 3. Smoothie me banane, spinaq dhe faralini plot me vitamina dhe minerale përmirëson metabolizmin dhe forcon imunitetin, jep një shpërthim të shpejtë energjie për mëngjesin për një ditë të shëndetshme dhe plot vitalitet. Filloje mëngjesin me këto super ushqime. Çfarë bëra tani o vëlla? Çfarë jam duke bërë këtu? Gjesti reagoni nervozuar ndaj produksionit pasi regjia ja tërheqin vërejtje një video e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ka tërhequr vëmendjen e shumë fansave dhe ndjekësve të Big Brother VIP Albania, ku protagonisti është vetë Gjesti. Në këtë moment, ai shihet i shtrirë në sallon pas një koltuku, kur regjia e shfaq spektaklit i tërheq vëmendjen, duke i thënë: "Gjesti, kujdes mikrofonin." Ky lloj komentimi është i njohur për ata që ndjekin Big Brother, pasi përdoret për të dërguar një mesazh të qartë tek banorët që të ndërpresin veprimet ose të shmangin diskutimet që mund të shkelin rregullat e spektaklit. Por në këtë rast, Gjesti, që as nuk po bënte ndonjë veprim të veçantë, vetëm po qëndronte i shtrirë, ka reaguar me nervozizëm ndaj këtij interpelimi. Ai ka shikuar kamerën dhe i ka kthyer përgjigje regjisorit, duke thënë: "Çfarë jam duke bërë more vëlla? Këtu çfarë bëra? Çka keni more vëlla?" Kjo shprehje e papritur dhe reagimi i tij i drejt për drejt janë shndërruar në një moment komik, që është shpërndar masivisht në platformat sociale, duke përfshirë që Twitter dhe TikTok. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë reaguar me humor dhe simpati ndaj kësaj situate, duke krijuar një valë diskutimesh dhe shprehjesh qesharake në lidhje me situatën. Nuk pritej Gjesti eliminohet pas konfliktit me Gertën, ja deklarata e tij, një nga momentet më të bujshme të këtij sezoni të Big Brother VIP Albania sapo ka ndodhur. Gjesti është eliminuar nga gara dhe arsyeja kryesore duket të jetë konflikti i ashpër me Gerta Gixhari. Ky zhvillim i papritur ka tronditur si banorët brenda shtëpisë, ashtu edhe ndjekësit e reality show, të cilët nuk e prisnin një largim të tillë. Por çfarë ndodhi saktësisht mes Gjestit dhe Gertës? A ishte ky eliminim i drejtë? Dhe çfarë ka thënë Gjesti pas daljes? Le të zbulojmë gjithçka. Si ndodhi konflikti mes Gjestit dhe Gertës? Gjithçka nisi gjatë një debati të ashpër, ku Gjesti dhe Gerta shkëmbyen akuza dhe ofendime të rënda. Burime brenda shtëpisë tregojnë se tensionet mes tyre ishin rritur prej disa ditësh, por situata kulmoi kur Gjesti bëri një koment që acaroi tej mase Gertën. Sipas dëshmitarëve brenda shtëpisë, Gerta u ndje e provokuar dhe reagoi ashpër ndaj Gjestit. Gjesti, nga ana tjetër, nuk u tërhoq dhe e përshkallëzoi konfliktin. Debati arriti në një pikë ku produksioni u detyrua të ndërhynte. Për shkak të rregullave të rrepta të Big Brother, një situatë e tillë mund të sjellë ndëshkime të rënda ose edhe eliminim automatik,
dhe pikërisht kjo ndodhi me gjestin. 2. Reagimi i banorëve pas eliminimit të tij. Eliminimi i papritur i gjestit ka tronditur shumë nga banorët e tjerë, të cilët nuk e prisnin një dalje kaq të shpejtë. Romeo Veshaj: nuk e besoj që ndodhi kjo. Nuk mendova se do të shkonte kaq larg. Egli Tako: jam e shokuar. Ai kishte shumë mbështetje nga publiku. Valbona Mema: kjo është një dëshmi që rregullat duhet respektuar, pavarësisht gjithçkaje. Disa banor e pan këtë si një mësim për të mos e kaluar vijën e kuqe, ndërsa të tjerë u ndjen të trishtuar për daljen e tij. 3. Deklarata e parë e Gjestit pas eliminimit. Pas daljes nga shtëpia, Gjesti ka bërë një reagim të fortë, ku ai shprehet i zhgënjur nga situata dhe vendimi i produksionit. Nuk e prisja këtë eliminim, ishte shumë i padrejtë. Unë thjesht mbrojta veten time, por duket se disa njerëz janë më të mbrojtur se të tjerët. Pavarësisht gjithçkaje, e di që kam pasur shumë mbështetje dhe kjo më jep forcë. Kjo deklarat ka ndezur debat mes fansave, ku disa janë të bindur se ai u penalizua padrejtësisht, ndërsa të tjerë mendojnë se rregullat duhet të respektohen njësoj për të gjithë. 4. Si ka reaguar publiku? Largimi i Gjestit ka krijuar një valë reagimesh të forta në rrjetet sociale. Disa nga komentet më të përhapura janë: ky ishte eliminimi më i padrejtë i këtij sezoni. Ai ishte lojtar i fortë, Gjesti e kaloi kufirin, kështu që e meritoi të largohej. Pa Gjestin, loja nuk do të jetë më e njëjta. Ai I jepte shumë dinamizëm shtëpisë, respektoni rregullat, ndryshe e dini çfarë ndodh. Me këtë eliminim, loja në BBV ka marrë një kthes të papritur dhe tashmë mbetet për t'u parë si do të ndryshojë dinamika mes banorëve të mbetur. 5. Çfarë ndodh tani në BBV? Me daljen e Gjestit, loja ndryshon plotësisht. Disa nga zhvillimet që priten janë: Gerta mund të ndjehet më e fuqizuar brenda shtëpisë, aleancat do të riformatohen, pasi shumë njerëz e shihnin Gjestin si një lider të fortë. Publiku tani ka një perspektivë të re për lojën dhe mund të ndryshojë mënyrën se si voton. A do të ketë një rikthim surprizë të Gjestit, apo kjo ishte dalja e tij përfundimtare? Përgjigjet do t'i marrim në episodet e ardhshme të Stikat ndihmojnë me gjumin. Ja sa duhet të konsumoni çdo natë. Gjumi është një ndër proceset më të rëndësishëm të jetës e të përditshmërisë. Prandaj po kaq e rëndësishme është edhe cilësia e tij përgjatë gjithë jetës. Stika ekspertët këshillojnë shpesh që të keni kujdes me gjumin, pasi është një nga faktorët kryesor të shëndetit të mirë. Mungesa e tij lidhet ngushtë me shtimin në peshë dhe obezitetin, si tek të rriturit ashtu edhe fëmijët. Një gjumë I keq ndikon gjithashtu edhe nivelin e hormoneve në trup, memorien dhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Si mund të flini më mirë? Përveç se të mbani larg stresin e të keni një krevat të rehatshëm, çfarë mund t'ju ndihmojë në këtë proces janë ushqime. Në veçanti ato që janë të pasura me melatonin, siç janë edhe stikat për të cilat do të flasim në këtë artikull. Melatonina njihet ndryshe si hormoni I gjumit dhe vepron drejt për drejt në qetësimin e sistemit nervor dhe muskujve tuaj, duke rritur kështu cilësinë e gjumit. Një nga burimet më të mëdha të melatoninës natyrale janë pikërisht stikat e vogla me ngjyrën karakteristike jeshile, sipas një studimi të vitit 2014 mbi pagjumësinë të publikuar në revistën Nutrients. Në vetëm 100 gram stika të qëruara gjenden rreth 23 mg melatonin. Kjo shifër është shumë domethënëse për sa I përket krijimit të një regjimi të mirë gjumi nëpërmjet metodave natyrale siç është ushqimi. Pra stikat mund t'i rendisim si një nga alternativat më të mira për gjumë të qetë. Mjafton të konsumoni një grusht me topak kohë para se të fillisni të zgjidhni të duhurat, në mënyrë që të favorizoni gjithnjë shëndetin e mirë. Bëni kujdes me frutat e thata që zgjidhni. Stikat e pjekura zakonisht janë shumë të kriposura, prandaj është e rëndësishme të shikoni mirë paketimet që blini. Kjo pasi kripa nuk njihet si aleate e mire e shëndetit dhe gjumit. Agroeb ju sugjeron të povoni stikat Seberger, të cilat vijnë në 137 vendin tonë nga Gjermania dhe janë të shëndetshme e natyrale. Këto stika përmbajnë vetëm 0.02 gram krip dhe 52 gr yndyrna të shëndetshme. Kjo pasi trajtohen në mënyrë natyrale që nga procesi I mbledhjes direkte nga pema në vendet e ngrohta deri tek pjekja e paketimi I plotë. Këto paktime përmbajnë 100 gram me stika secila, të cilat mund t'ju zgjasin përgjatë ditëve në mënyrë që të kryeni regjimin tuaj të shëndetshëm ushqimor. Çfarë I bën të veçanta frutat e thata Seberger është cilësia e produkteve dhe metodat organike.
Reagimi i publikut, debati shpërthen në rrjetet sociale. Menjëherë pas incidentit, rrjetet sociale u mbushën me komente nga ndjekësit e Big Brother VIP. Shumë fansa kanë shprehur indinjatën e tyre ndaj Rozanës dhe kanë kërkuar përjashtimin e saj nga loja, duke e cilësuar veprimin e saj të papranueshëm.